Përshëndetje. Nëse ka një fazë të jetës që të gjithë prindrit e kujtojnë me djersë të mballë, me nerva të tendosura si tela akitare, është adoleshenca e fëmijëve të tyre. Një ditë fëmia yt është ëngjëll që kërkon përqafime dhe lodra, të nesërme është një qenie misterioze që futet në dhomë dhe mbyll derën si bunker. Pse ndodh kjo? A ka shpjegim shkencor? Apo është thjesht një formë torturimi e brezave të mëdhenj nga ata të rinjt? Psikologjia ofron shumë përgjigje dhe disa prej tyre janë edhe të këndshme, nëse ke humor sigurisht. Truri në rinovim total. Shkenca e neuropsikologjisë tregon se truri i adoleshentit është një kantier ndërtimi i hapur. Zona e korteksit prefrontal, e cila merret me planifikimin, vendimmarrjen dhe kontrollin e impulsit, zhvillohet plotësisht rreth moshës 24-25 vjeç. Pra, në thelb kemi të bëjmë me një makinë sportive shumë të shpejtë, emocionet, hormonet, dopamina dhe me frena biciklete kontrollin e impulsit. Ky çekuilibër biologjik shpjegon pse adoleshentët janë më të prirur për rreziqe, drama, shpërthime emocionale dhe sjellje që të rrisin tensionin. Prindi e sheh këtë si çmenduri ose si mungesë respekti, por në fakt është një tru që po mëson të kalibroj frenat dhe gazin. Me pak fjalë, mos e merrni personale. Nuk është kundër jush, është proces neurologjik. Janë hormonet. Ky koktejl pa recetë. Në adoleshencë testosteroni, estrogeni dhe hormonet e tjera seksuale rriten në nivele rekord. Rezultati? Luhatje humori, ndjenja të forta irritimi dhe eksperimentimi. Nuk është rastësi që në këtë moshë shfaqen dhe dashuritë e para. Rebelimet, ndryshime drastike të stilit, flokët me ngjyrë blu, piercingat në vende të çuditshme, truri dhe mendja janë në një betejë për identitet. Shumë prindër ngatrojnë shprehjen e individualitetit dhe mungesës së respektit. Në fakt, adoleshenti po teston kufit, po kërkon se kush është, po mat hapësirën. Nëse ju duket se nuk ju dëgjojnë, mos u çuditni. Një pjesë e tyre realisht nuk po ju dëgjon, sepse ka shumë zhurmë brenda vetes. Identiteti. Kush jam unë? Psikologu Erik Erikson e ka quajtur këtë fazë kriza e identitetit. Adoleshenti pyet veten, kush jam unë? Çfarë dua, çfarë më bën unik? Dhe provon maska të ndryshme. Sot mund të jenë të turpshëm, nesër lider të klasës, pas nesër filozofi i errët. Kjo është mënyra se si individi ndan unin nga ne dhe fillon të formojë personalitetin e vet. Ky proces mund të duket i lodhshëm për prindin, por shumë i shëndetshëm. Pak të periudhë testimi nuk do të kishim të rritur të pavarur, siç nuk mund të bësh muskuj pa ushtrime, nuk mund të bësh identitet pa provuar role të ndryshme. Socializimi dhe presioni i grupit. Shumë nga sjelljet e çuditshme nuk kanë lidhje me ju si prindër, por me grupin e shokëve. Në këtë moshë, mendimi i bashkëmoshatarëve vlen më shumë se mendimi juaj. Adoleshentët duan të ndihen pjesë e një grupi që t'i mbrojë. Kjo shpjegon pse janë gati të veshin të njëjtat rroba, të përdorin të njëjtën gjuhë dhe të ndjekin trendet më qesharake të TikTokut. Në vend që t'i luftoni, përpiquni t'i kuptoni mekanizmat e këtij presioni. Dhe ju keni pasur idhuj, këngëtar me stile të çuditshme në moshën tuaj, apo jo? Brezat ndryshojnë, por nevoja për të ndier pjesë është konstante. Anatomia dhe rebelizmi. Një nga detyrat kryesore të adoleshencës është të mësoj privatësinë. Prindi sheh rebelim, adoleshenti sheh jetë normale. Ai apo ajo fillon të thotë jo, të vendos kufi, të kërkojë hapësirë personale. Disa shkruajnë mos hyr në dhomë pa trokitur, dhomë personale, private, ka plot fëmijë që vendosin tabela të tilla. E nëse prindi reagon me kontroll të tepruar, konflikti rritet. Nëse prindi e kupton këtë si fazë të natyrshme, marrëdhënia mbetet më e shëndetshme. Rebelimi nuk është gjithmonë shenjë problemi. Shpesh është sinjal i zhvillimit normal.
siç thotë edhe një batut, nëse adoleshenti yt nuk të kundërshton, ndoshta ke një problem më të madh. Teknologjia dhe ekrani, drama moderne. Brezi i sotëm i adoleshentëve nuk ka vetëm biologjin kundër vetes, por dhe teknologjinë. Smartphone-ët, rrjetet sociale dhe algoritmet janë projektuar të kapin vëmendjen. Dopamina e adoleshentit është më e ndjeshme ndaj shpërblimeve të menjëhershme, prandaj ata përfshihen më lehtë. Kjo sjellje e çuditshme qëndron shpesh para ekranit. Nuk është vetëm varësi, por edhe një mënyrë për të krijuar identitet dhe për të komunikuar. Mos harroni, për shumë prej tyre kjo është bota reale, jo virtuale. Në vend të demonizoni, mësoni ta përdorni si kanal komunikimi dhe edukimi. Këshilla praktike për prindrit, pa iluzione. Mos e merrni personale. Shumë reagime nuk janë kundër jush, janë për shkak të trurit dhe të hormoneve. Vendosni kufi të qartë, por të arsyeshëm. Prindrit që nuk vendosin kufi rrezikojnë më shumë konflikte më vonë. Komunikoni, por mos predikoni. Adoleshentët nuhasin moralizimin nga kilometra larg. Pyetni, dëgjoni, tregoni interes pa ndërhyrë si prokuror. Mbani humorin. Një shaka në kohën e dur mund të shkaktojë tension më mirë se një leksion. Mos e krahaso me të tjerët. Është rruga më e shpejtë për ta humbur. Çdo adoleshent ka ritmin e vet. Kujdes me kontrollin obsesiv. Sa më shumë spiononi, aq më shumë do të fshihet. Besimi ndërtohet, nuk imponohet. Pranoni ndryshimin. Ai apo ajo nuk është më fëmia i vogël. Prindrit që kuptojnë këtë, kalojnë më lehtë tranzicionin. Por ndonjëherë duket si dramë telenovele. Adoleshentët kanë emocione të forta dhe nuk kanë ende aftësi të plot për t'i menaxhuar. Një mosmarrveshje me shokun apo shoqen mund të duket fundi i botës. Mos u tallni me ndjenjat e tyre. Ato janë reale për ta. Mos i ushqeni as me dramë. Ofroni perspektivë dhe mbështetje e jo ironi shkatërruese. Psikologjia pozitive dhe adoleshentët. Studimet tregojnë se adoleshentët që ndihen të pranuar dhe të mbështetur në familje zhvillojnë më shumë reziliencën dhe vetbesimin. Kjo nuk do të thotë të lejoni çdo gjë, do të thotë të jeni të qëndrueshëm dhe të drejtë, jo autoritar dhe jo indiferent. Adoleshentët që kanë marrëdhënie pozitive me prindrit kanë më pak gjasa të hyjnë në sjellje të rrezikshme. Nëse nuk keni humor, adoleshenca e fëmijëve do t'ju bëj ta zhvilloni me forcë. Një prind që arrin të qesh me situatat absurde, si për shembull kur djali ngul këmbë të mbajë një kapuç në mes të gushtit, se kështu është stili, apo kapuç me qafa në mes të verës, ka gjasa të ruaj shëndetin mendor. Psikologjia e pranon që humori është mekanizëm mbrojtës dhe formë e shkarkimit të tensionit. Por kur duhet kërkuar ndihmë profesionale? Jo çdo sjellje e çuditshme është normale. Nëse adoleshenti shfaq shenja depresioni, izolimi ekstrem, përdorim substancash, agresion të tepruar ose rrezik serioz për veten, është momenti të konsultoheni me një psikolog ose psikiatër. Ndihma e hershme bën diferencën. Si përfundim do të thosha se adoleshenca nuk është mallkim, është laborator. Po, është e lodhshme dhe ndonjëherë dramatike, por është dhe faza ku formohet personaliteti, shfaqen talentet dhe lind pavarësia. Në vend që ta shihni si luftë, shiheni si projekt të përbashkët. Fëmia po mëson të bëhet i rritur, ndërsa ju mësoni të lini kontrollin dhe të pranoni ndryshimin. Me një qasje të kuptueshme, humor dhe kufi të qartë, kjo periudhë mund të kalojë lehtë. E mbi të gjitha mos harroni. Dhe ju keni qenë adoleshent. Dikur prindrit tuaj mendonin se sillesh i çuditshëm. Sot qeshni. Një ditë fëmia juaj do të qesh dhe ndoshta do t'ju falenderoj që nuk e humbët durimin. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.